Chantaje, tú me haces chantaje. Me dices no vuelvas y vuelves a llamarme. Chantaje, no digas que es tarde. Si cuando me besas se para la calle. Baila, baila sin miedo. Pega, pega sin freno. Si me miras así, yo me enveneno. Ej njerëz, dhe këtë ditë të premte, nuk kishim që të bënim tjetër dhe tham, jemi që jemi në plan, i bëjmë një stop. Por e bëjmë një stop. A nuk jonë, bëjmë një stop në këtu. Bëm stop. Nëse e bënim autostop. Është ajo tabela aty që thot stop, kontrollo majta e futu. Tu na pana dy thënë ju kuin këtu hajde se keni punë. Futu studio. Futu studio. Ona e plot. Kaq kaptina. Tyra e gocës, hone plot. Kaq kaptina. Ja ma e punë. Kaq kaptina e gocës, ona plot. Më ti mos e shif afër, shif e lart. Bravo. Ku është këtë gjëra? Shive ku qeka. Hona plot, na kaq kaptina më. Rumullake. Pra hona plot i bi e shkëlqyme apo e shnosh të gjithë? Ja, rumullake e bukur. Rumullake e bukur. Po jo, rumullake i bi pati pare fare me gushme, kaptina. Edhe mi palë flokët për e më shkurt. Ore, unë mendoj që e kanë kuptimin e plot e bukur. Frici, hane plot. Pra, te që me thonë, në unë se s'më kuptut, pra, dhe e kongë, veje. Hajtë më rejë, ona e plot. Pastaj, plaket i binë dhëmbët bëhet si hënë. Bëhet si hënë. Si ona 15 ona 15. Mi mbrëmë shëndetim se vini sonë në sopë në plan. Haj, mi mbrëma shqiptarë, bekuar qofshin gjithë. Vajza mi Më duket se dje nuk kam thënë mi mbrëma. Qarë thumor, bre. Më duket, E kësej mbrëmë së emisionin. A të djeshmi, nasë ta themi një për të djeshme, më duket se kam thënë dje. A edhe një mi mbrëma për mbrëmë, do më thënë, edhe një. Jepi! Për shtunën dhe për djelen, jepi. Pa, ne e të shimë, dhe më nga fyshet, dhe më se marrë emisioni ka që kohë gjena. Kjo lufta Irakut. Iranit. Irakun e krynë. Irakun e krynë. Iranit. Kjo lufta Iranit, në fakt, ka ato gjërat pozitive këtu, për gjithë ta që shesin naft, benzin e gaz. Pa plas bomba në Iran atje, u rritë çmimi gazit, i naftës, i benzines. Pa tjetër që pa! Foli Trumpi, ra çmimi i fuqisë për naftë, të naftave, në gjithë botë ra çmimi, këtu nuk bie. Me gjithë se këtu ke ne, ka një bord që po mbikëqyr çmimet e hidrokarbureve. O pika që që bie ju, e neve në fakt gjë. Me ngritje. Ashtu bravo. Ne kishim që ka qenë 1000 lek nafta, ka qenë vetëm ngritje. Pa tjetër që po. Pra këtu ka një... E shohën, do ta çoni 3000 lek, Hajde. Ustallar jeni, ustallar. E thot në njerë, desja politik, ka dalë, mërjao, ka dalë. A i bordi mbikqyrës, është duke mbikqyrë njerë, ka dalë, mërjao, ka dalë, atë bordi të kjeqen. A i bordi mbikqyrës e sheh. Se, shiko, tu nuk duket shumë se është ky plani kështu. Tu kuptohet, kjo. Tu merë fort. A i bordi mbikqyrës e shef, e mbikqyrë thot, o, shi e rritën këta. E rritën këta. Në fakt, Jerë mu më skandalizojnë, falë që ndërpres ato që thonë jerë shqyqy që plasi diku, atë të shmëndur fare, dufta njerës është e të mërshme. është e të mërshme. Kjo, toka jonë i rritë, në më thënë, ka, se s'pa e them të shi, rritë, në format të ndryshme, në lojë të ndryshme, i rritë, në më thënë, të gjithë. U diskutua ca kohë që mund të nasulmojnë dhe ne. O pika tyre, o një gjini tënde, këtë unë qka. Ju haroni që ne jemi të sulmuar çdo ditë. Si dhe pse, do t'ja themi në pjesën dytë, po ndiqni këtë të pare njërë të Clintonit. Miqtë e emisioni Stop, përshëndetje. Situata në botë nuk është nga më të bukurat. Fluturojnë balona, raketa në Iran, Izrael, Dubai. Ore, po ne në Shqipëri, a rrezikojmë gjë? A jemi gati për luftën e tretë botërore? Shkojmë t'i pyesim. Gati tu! Ha! Bravo! Tu! Do luftoje për Shqipëri? Normal që luftoj për Shqipëri. Bravo, të luftoj. Ja bëj 10 pompa tani ta shoh me qenë me qenë se ti e gati të luftosh për Shqipërinë, duhet të jesh dhe gati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9,
10. E qa do i bë ke armiku ti, ore, ha? Që? Godit e njërë, si do e godit si armikun. Armikun? Armikun? Me syrin e majtë, se këshu ma mësoj njën. Me syrin e majtë, Me syrin e majtë. Që? Do dilje ti do luftoje nëse ne do rezikoheshim nga lufta? Ton jetën. Tan jetën? Ton jetën për Shqipëri e Kosovë, e jap jetën sekund. E jep jetën? Sekund e jap jetën. Në jam Pidrenice. Edhe këtë ma thu me gjithë shpirt. Me gjithë shpirt u dridh, jam Kapofuli, me tregu drejt. Bravo. Drenicak me zemër. Për luft jam valla, merr. Ashtu. Ja. Merr pushkon, si do e gjuje? Si do? Ja, do i vrisje ti. Patjetër, tetar. Bjeri armiku, si do e gjuje armikun? Hajde provoj. Po! Unë maksimum unë shkull flok, nëse do, t'ja... Pa, Forca është kjo. T'ja shkullje flokët? Po. Me pushkë nuk është... Nëse Irani sulmon Shqipërinë me raketa, me predha, a ke frikë nga predhat? Asnjë frikë. Po mos ta bie në i kokës? Po s'ka gjë, kur dashkërisë zoti do vdesim. Do vdesim. Ti je gati të luftosh për Shqipërinë? Gati jam, shoferja me tank bile. To e ja ku e ka armën. Be e njerë si do e luftoj? Të mbak të shekutem. E më gjua e njerë, si do e gjua? Bam. Bam. Ata ja punë armën time që kam qëndë. Qa arme ke? Rëvole, të. A do luftoje ti për Shqipërinë po të vinte armiku këtu? Si kujtohet ti? Do plasë lufta? Us jam në Albanë, mor, jam shqiptar. Do luftoje? Po si kujtohet ti? Luftohet edhe bëmë që. Edhe bëmë që të lajtë. Do luftoje për Shqipërinë? Ore fare. Do e merje pushkët luftoje? Jo, fare. Larg qof. Neve na ka braktisur qeveria, kështu që edhe ne do braktisim qeverinë. Të dalin këta që kam vjedhur ato apartamentet e lek tona. Je gati të luftosh për Shqipërinë nëse vjen lufta? Gati. Po e duhet pushke për vërtet, jo për druri. Po si do e gjuaje? Merre provoj një, merre në pozicionin një, ha? Bam, me presëria po. Këdi, më bështetë këtu. Këtu? Këtu keve ne, Kështu, ha? Po tani? Si sheva e? Ta shti, Shive. po pe me një sy e more shenjën. Duhet qof kështu? Po pe me të dy e Ke frikë mos ta vjen në i predh nga Irani, apo ke më shumë hallin e çmimit të naftës? Po, jo, kam frikën e luftës. Se jenë ato muhaxherët atje në Manz. Gati për të luftuar? Pa tjetër, dhe në moshën që jam unë të. Ja mere njerë pushkën si doja gjuaje. Po e, sa, pa duhet gjithë pjesat dhe të ketë thjegës. Objektiv që ti besh një drejtim. Jo, e kam tjetër më duhet në bështet tua. Do të bështet këtu në gjokës. Si ushtar i ri që jam duhet më mësot. Këtu, kupto, bravo. A je gati të qohesh të luftosh për Shqipërinë? Në çdo moment jam gati. Qa thua? Ne jemi në këtë gjendje si popull. Në këtë gjendje? Në këtë gjendje jemi. Më thonë, e kthej drejt kamerës, se ky është realiteti. Ke hallin e frikës të luftës, apo hallin e çmimit të rritjes të naftës? Po më shumë nafta në fakt. Lufta të trëm, të vërtetë. Them drejtën jo. Do dilje në luftë, luftoje për Shqipërinë nëse do plaste lufta? Për Shqipërinë që sot. Do luftoje? Tani ne bëjmë palestër çdo ditë, të mbajemi në formë. Dalësh për atë dheun është Pa, të pse më ndosh. Na vjen një raket në i predh nga Irani edhe... Do i presim predhat e atyre, kush do në mbroj? Po në mbrojtin atua. Ua, ke frikë nga predhat apo nga rritja e naftës më shumë? Të drejtën e rritje naftës na i mori shpirtin. Më shumë i trëmbesh raketave nga Irani apo rritjes së çmimit të naftës? rritjes së çmimit. Ajo, rritjes së çmimit të naftës. Do të çoheshi të luftonit për Shqipërinë? No, jo, as për një, as për shtet. As për një? Fikim politikanët dhe familjarët e tyre. Familja e tyre dhe jo ne. Të çohen ata të para. Ata para, sepse ata i krijojnë gjitha këto luftrat. Tre, dy, një, Kjo është mendimi i popullit tonë. Ja pra, vox populo, thonë latinët, zëri i popullit. Papuli në greqisht e thënë, ku që thënë, priftit? Papuli, duket për prifti, ha? Prifti mo? Papuli. Ha mo? Papua, Ku që ishte këtë gjalli kameramen me letra greke? Papua. Iwaj, Igo, ma rëve të bëndë për haki e kishtë. Oke, kthehemi pas pak, qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.